Rikonstruktohet qerdhja numër 11 e Laprakës, e cila tashmë do të ketë një kapacitet më të madh për pritjen e fëmijëve, si dhe kushte bashkëkohore. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, i përuroi këtë fundvit qerdhën numër 11 në Laprak, e cila vjen si një dhuratë e bukur për të gjitha familjet që çojnë fëmijët e tyre aty. Më vjen shumë mirë që e mbyllim Laprak vitin ton të punës. Ka qenë një vit i jashtëzakonshëm, plot me vështirësi, plot me sfida, po dhe vit shumë i bukur. Besoj që vetëm kur ke vështirësi dhe sfida zbulon kush janë miqtë e vërtet. Dhe për Bashkinë e Tiranës miqtë e vërtet kanë qenë sipërmarrjet e qytetit ton, njerëz që na u gjindën si miq tanë që janë këtu sot në rastin e kësaj nevoje të jashtëzakonshme që ne kemi pasur për riparimin dhe rekonstruksionin e çerdheve. Kjo është një çerdhe që është ndërtuar që në kohën e Italisë fashiste dhe kaluan gjithë tallazet me komunizëm, me tranzicion, e nuk u vu dorë në këtë çerdhe të Laprakës. Kjo çerdhe është rikonstruktuar me ndihmën e biznesit dhe në kuadër të nismës së Bashkisë së Tiranës adoptoi një çerdhe. Kryebashkiaku Velia i uroi me rastin e festës së vitit të ri të gjithë punonjësit e çerdheve dhe të kopshteve në Tiranë.